Ne. Festat e fundvitit janë të pasura natyrshëm me ushqim, pije edhe atmosferë festive, cilat jo rrallë edhe i tolerojnë kufijtë e një jetese të shëndetshme dhe të ekuilibruar, siç tentojmë në përditshmëri. Sigurisht që të gjithë i adhurojmë këto ditë, por gjithmonë duhet kemi parasysh disa këshilla të kombinuara me më shumë arktim dhe momente të bukura familjare. Për të ruajtur një balancë edhe për të mos shtuar pesh gjatë tyre ditëve festive, do të na vinë në ndihmë zonja Anila Kalleshi, dietologe nutricioniste. Zonja Kalleshi, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma. Faleminderit. Tani e pash që ju po flisnit për një temë tjetër dhe po mendonin që të ishim sa më larg tableteve, celularëve. Por në këtë kohë nuk është se duhet të lëshojmë ato dhe t'i kthehemi ushqimit në një mënyrë bombastike, në mënyrë që pas festave si ta arrijmë këtë? Si ta heqim mendjen nga ushqimi, nga gjërat e mira që gatuhen në familje? Zgjedhje të kujdesshme. Natyrisht ne nuk duhet ta konsiderojmë natën e vitit të ri, le të themi një festë vrasëse për organizmin ton, por një festë ku ne mblidhemi me miqt, me të afërmit tan, diskutojmë për gjëra, për plane të mëdha dhe të mos abuzojmë, le të themi, dhe mos të tejkalojmë ndoshta sasinë e ushqimit, që të jemi disa ditë më mbrapa, të jemi të ëndër, të fryrë, të lodhur, dhe pse jo, ndoshta edhe të toksikuar nga ciklimi i ushqimeve që bëhen gjatë festave të fundvitit. Anvisat janë ato të cilët duhet të jenë shumë të kujdesshme. Vërtet një tavolinë e mbushur plot, le të themi, ka kuptimin e bollokut edhe të, le të themi, të një fati ndoshta për vitin e ardhshëm, por ato duhet të jenë të kujdesshme të përdorin sa më shumë sallatra, supra, perime dhe fruta, mish pa yndyr, të gatuajnë në mënyrë të shëndetshme, të shmangin yndyrat e ngopura, të shmangin ushqimet e skuqura shumë, specat e skuqur, patatet e skuqura. Pra, nëse ne vëmë perime në tavolinë dhe ato i gatuajmë jo shëndetshëm, natyrisht nuk do të ishin të shëndetshme. Do t'i këshilloja që të zgjedhin një tepsi të vogël për të bërë atë baklavan. Zakonisht përpiqen që të bëjnë tepsinë më të madhe për treguar thashë edhe më përpara bollokun, por nga e keqja pastaj i detyruar që ta konsumosh deri në fund të baklavan, kështu që është më mirë të marrë porcione të vogla, porcionet e duhura që mos të kalojnë më shumë se 1 deri në 2 kallë baklava. Këtë vit ju kam toleruar në fakt konsumimin e baklavas, por po mira, ka alternativa të shëndetshme, sepse është shumë e rëndësishme t'i kuptojmë. Ju sigurisht si eksperte e fushës keni disa sekrete, kurse ne mëkatarët e festave që nuk rrim dot pa ngrënë, shkojmë direkt tek baklavaja. A ka një alternativë tjetër? E kam fjalën një ëmbëlsirë e cila do të zëvendësonte baklavan, por që do të ishte më pak e dëmshme për të shtuar pesh? Po mund të bëjmë një kek të bërë vetë në shtëpi me copa frutash natyrale. Kjo do shmangte sasinë e sheqerit të bardhë, i cili e dim që është i vrasës, le të themi, për organizmin dhe për qelizat kancerogjene. Gjithashtu ne flasim për një tavolinë të shëndetshme. Natyrisht për personat të cilët nuk kanë patologji kronike, kanë një shëndet të mirë, bën aktivitet fizik, nuk është se është mëkat i madh të konsumojnë edhe 2-3 golla baklava në atë ditë, e pse jo të konsumojnë edhe 2-3 golla verë ndoshta. Por pjesa më e madhe ne e dim që janë njerëz të cilët kanë patologji kronike ose sëmundje të cilat janë, le të themi, duhet kemi shumë kujdes për t'i menaxhuar, sidomos gjatë festave të fundvitit. Flas për personat të cilët vuajnë nga diabeti, nga kolesteroli, nga hipertensioni, nga vezëret policistike, nga tiroidja, nga le të themi problemet të tjera shëndetësore, kancere të ndryshme, dhe këtyre duhet i jemi, le të themi, më shumë të kujdesshëm në këtë tavolinë. Kështu që mendoj që anvisat fillimisht duhet ta mbushin tavolinën me 4-5 pjata sallatrash të ndryshme, duke futur dhe përzier shihet, duke i kaluar ndoshta pak tradicionales, duke ikur pak asaj që jemi mësuar ne gjithmonë, ato sallatë me domate, me kastravec ose sallatën ruse, e cila është një bombë kalorike, le të themi. Dhe le ta zëvendësojmë ato me radhiqe, me rukola, duke futur pak sheg tek njëra për të sjellë ndoshta edhe fat për vitin që vjen, pasi e dim që shega është, le të themi, fatësiese. Ajo në fakt është antioksidues, ka antioksidues të jashtëzakonshëm për organizmin dhe shumë e shëndetshme, kështu që me copa frutrash të ndryshme, me hurma, mund të përdorim sallatra të ndryshme, duke përzier shihet e perimeve dhe sallatrave me fruta.
Një tjetër alternativë shumë e mirë do të ishte gjeli detit që është tradicional. Si ta gatuajmë gjelin e detit, që na shkaktoj sa më pak kalori? Ka një mënyrë apo s'ka një mënyrë? Atëherë, nëse duam bombë kalorish, shumë gjallë brenda, të mbushura me gështenja, me arra, me bajame, gjelin e detit mund të jetin pak yndyrë, kjo është bombë kalorish. Dhe nëse e konsumojmë atë lëkurën e famshme, përsëri është bombë kalorish. Gjëja më e mirë ndoshta për t'i bërë gjelit të detit do të ishte për t'i dhënë një val shumë të lehtë, në mënyrë që të hiqnin një pjesë të yndyrës dhe pastaj pasi ta piqnin, ta konsumonin pa lëkurën, e cila mban yndyrën atë ngopura dhe shumë të rënda për organizmin. Mos harroni, 1 gram yndyrë konvertohet në 9 kalori, nuk është pak domethënë. Kështu që le të jemi të kujdesshëm që të shmangim këto yndyrna të ngopura që gjeli i detit përfshin, ta gatuajmë shëndetshëm, duke hequr paksa yndyrën e tepër që në fillim që në valin e parë ndoshta, dhe përveç gjelit të detit preferohet përsheshje i famshëm. Dakor? Ne mund ta provojmë përsheshin, por mos të abuzojmë ose të kalojmë sasit. Le të kemi parasysh një pjatë ku pjata duhet ndarë në 3 pjesë, ku gjysma le të ketë fruta dhe perime, 5 porcione perime të ndryshme dhe 2 porcione fruta, dhe pjesa tjetër e ndarë në 2 gjysma, ku njëra pjesë duhet jetë karbohidrati, që mund të jenë bylluk oriz integral, një risotto, le të themi që ne kemi vendosur ta gatuajmë, mund të jetë diçka integrale, bukë integrale, pasta integrale, quinoa mund të jetë, pra një burim karbohidratesh integrale, dhe pjesa tjetër do të jetë yndyrë e shëndetshme, ku mund të jetë avokado, mund të jetë një ves, mund të jetë djathtra të ndryshme të cilat përmbajnë yndyra të ndryshme, pra të jemi të kujdesshëm në përgjigje. Dhe mos të abuzojmë shumë me sasitë e yndyrnave, sheqernave, të cilat menjëherë sapo futen në organizëm, konvertohen në glikogen në muskujt tonë dhe kjo na çon në një mbajtje lëngjesh apo ujërash. Dhe jo më kot, në ditët e para të vitit të ri, përveç pagjumësisë, pra netëve të gjata pa gjumë, ose gjumit të prishur, le themi, mos aktiviteti fizik që kemi bërë, shtohet edhe kjo sasi e tepërt e ujit në organizëm, duke krijuar një ajntje në fytyrë dhe jemi e shikojmë që kemi duar të ajntura, gjymtyr të ajntura, fytyrë të ajntur, të gjitha këto janë në ndikimin e ushqimeve jo shumë të shëndetshme që mund të kemi konsumuar. Mos harroni dhe alkooli është një tjetër, le themi, element negativ ndoshta që penalizon festën e fund vitit. Natyrisht nëse ne do konsumojmë 1 gotë, 2, nuk është se kemi bërë ndonjë mëkat shumë të madh, në fund fare na lejohet sepse diçka sporadike do ishte, por nëse ne do abuzonim më shumë, shumë e rëndësishme do të ishte ndoshta të konsumonim sa më shumë lëngje ose ujë, në mënyrë që të paktën alkoolin të kishim mundësi që mos ta linim të depërtonte shumë në enët tona të gjatë, pasi për një herë është i përthithshëm. Dhe 1 gram alkool është i konvertuar në 8 kalori, pra është aty pothuajse me yndyrën. Duhet të jemi gjatë gjithë kohës me kalkuluse në dorë. Jo, unë mendoj që ne duhet ta konsiderojmë ndryshe, domethënë. Dikur në fakt kur tavolinat ishin bosh gjatë gjithë vitit, në 365 ditë, dhe ne mezisht prisnim që të blinim ato 2 kg të portokallit, të rinim 5 orë në radhë për të marrë 2 kg portokalle apo molla apo ku diun ushqime të tjera, sot ne kemi këto në të gjitha ditët e vitit. Kështu që pse sërish e kemi këtë tafman e madhe për të parë bollëk, le themi, edhe për të ngrënë shumë. Unë jam ndër lupsët, ka ndonjë mënyrë që të mos ha edhe aq shumë gjatë tyre festave, pra cilat janë këto truqet? Po thjesht është ndërgjegjësim, domethënë. Si çfarë ndodh? Ndodh që në ditët, që në mëngjes, ideja që do të hash shumë në darkë sepse është gatuar shumë, dhe ti i bën skip vaktit të mëngjesit. Por duke shkuar tek mamaja që po gatuan, shkon edhe merr diçka, e fut në gojë, merr ca ara të thata, ca fruta, ca bajame, ca lajthi, të cilat ndoshta janë me kokra, le themi, por edhe ato kanë shumë kalori. Edhe krijon një lloj ngopje, që të mos shtrohesh në darkë edhe të hash. Ngopje jo, se nuk të ngopet syri, pastaj kur ti shikon një tavolinë të mbushur plot me gjëra të këndshme të mira, preferon që të konsumosh nga të gjitha. Po të bësh pak zgjedhje të zgjuara, edhe po të marrësh një pjatë, në atë pjatë të vendosësh ato gjëra që ti mendon që janë të rëndësishme për t'i konsumuar atë natë, dhe nuk e kalon atë sasi pjate, ndoshta nuk është se ke bërë ndonjë mëkat. Tani se si do të menaxhosh, thjesht je ti ai që vendos. Nëse do të ndihesh i lodhur apo të kesh probleme shqetësimesh, ndoshta e pagjumësi, mos e rehati, të gjitha bashkë vinë nga e ushqyerja me tepri. Unë doja me lazra, me
Po, unë doja le themi një këshill rehabilitimi mbas festave. Çfarë duhet bëjmë për të ardhur sërish në formë nëse kemi shtuar diçka? Dëgjoj, problemi është që anvisat vërtet të mbushin tavolinën atë natë shumë bukur, edhe duhet i kemi një lumshin duar, por problemi është që pastaj fillon frigoriferi dhe mbushet dëng, plot. Dhe kjo ndodh që çdo ditë ato ngrohen, ftohen, riciklohen, vendosen prap me pak oriz që kanë ngelur, bëjnë diçka tjetër. Po çfarë bëjmë, ti hedhim? Duhen hedhur sepse ju e dini më së miri që pas ditëve të fundvitit në datën 2-3 ju shikoni shpesh në lajme që toksikimet nga ushqimet janë shumë prezente. Mishi nëse ngrohet dhe ftohet, sidomos gjeli i detit, mund të jetë një burim i salmonelës. Kështu që është shumë e rëndësishme që nëse ose të konsumojmë, të gatuajmë pak ushqime le themi, ose ato të jenë sallatra dhe gjërat e lehta të cilat konsumohen pa shtuar kalori, ose në të kundërt, le të hedhim poshtë pastaj gjërat të cilat kanë tepruar atë natë. Kjo do të ishte më e shëndetshme. Zoja Kallezhi, të falenderoj shumë për gjitha këshillat. Faleminderit. Edhe gëzuar. Gëzuar, vitë mbar. Kemi rritur në fund me këtë bisedë që i përkiste në fakt të kujdesit për veten. Duhet jemi gjithë kujdesshëm gjatë periudhave festash që të ham ato që duhet edhe të mos shtojmë pesh. Kemi mbritur në fund, unë doja kujtoja edhe një herë se për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe nga bota, ju mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews Pikal në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Përshëndetemi këtu, faleminderit shumë për